Bujar Leskaj lajmëroi se I ka paraqitur Sali Berishës dorëheqjen si drejtues politik I Partisë Demokratike për qarkun e Vlorës, duke kërkuar që analiza e rezultateve të zgjedhjeve të 11 majit duhet të fillojë me ata që humbën në betejën elektorale që opozita e cilëson si fars. Deputeti që në vazhdimsi ka mbajtur qëndrime të ndryshme nga ato të unifikuara të grupit parlamentar e bëri të ditur vendimin dhe sfidën për kolegët drejtues qarqesh në një analizë të situatës ku ndodhet Partia Demokratike, publikuar në rrjetet sociale. Analiza e zgjedhjeve mbas denoncimit të farsës zgjedhore dhe raportit të OSBE-Odirit duhet të fillojë nga drejtuesit politik që humbën në zgjedhjet e 11 majit në qarqet e tyre, pavarësisht farsës dhe manipulimit të zgjedhjeve. Këta drejtues duhet ose të japin dorëheqjen personalisht me njëherë pas zgjedhjeve në maj të 2025-s, I paraqita kryetarit të Partisë Demokratike profesor Dr. Sali Berishës dorëheqjen time si drejtues politik I qarkut Vlorë dhe ose të zëvendësohen me të rinj nga kandidatët e PD-s në listat e hapura që fituan ose morën mbështetje të gjerë nga elektorati. Bujar Leskaj po ashtu paralajmëron largim të shpejtë dhe nga jeta parlamentare përmes djegjes së mandatit për të inkurajuar, siç thotë, deputetët e rinj dhe një frymë të re të bërit politik. Personalisht pas 2 vitesh do të lë mandatin tim të deputetit te kandidati pasardhës në listë për të inkurajuar deputetët e rinj, nxitur rinovimin dhe për të sjellë një frymë të re të bërit politik. Ky është një proces që duhet të ndiqet nga të gjithë deputetët aktual, të cilët më vonë si ish deputetët duhet të vazhdojnë të kontribuojnë maksimalisht si të ishin deputet me veprimtari. Kjo formulë në optikën time bën më të shëndetshme Partinë Demokratike, duke e bërë më të fortë, më të hapur dhe më të sigurt për të ardhmen. Në analizën e Bujar Leskajt për të ndërtuar një PD më të fortë, është e domosdoshme që partia të fillojë një proces të thellë riorganizimi, I cili sipas tij duhet të shtrihet nga baza e deri te kryetari. Kjo do të thotë që të krijohen struktura që të mund të adresojnë në mënyrë më efektive nevojat e qytetarëve dhe të angazhojnë forca të reja. Një pikë tjetër ka të bëjë edhe me rolin e institucionit të drejtuesit politik. Ky ndryshim nuk duhet parë si një akt formal, por si një proces I thellë rinovimi që sjell progres për partinë dhe shoqërinë. Bujar Leskaj ishte deputeti vetëm demokrat që kundërshtoi zgjedhjen e Gazmendbardhit në krye të grupit parlamentar të Partisë Demokratike, ndërsa ka pasur edhe qëndrime të tjera sfiduese ndaj qëndrimeve të unifikuara të Selis Blu dhe të aleatëve në opozit.